Vërtet është për keqardhje që është një deputet i Kuvendit Kosovës që e ka braktis LDK-n për çështje krejt interesash, ka shkuar te një parti ideologjikisht krejt e kundërt, e të majta, ju ka bërë shërptor, është sot... Faton Peci ju ka bërë shërptor vetëvendosjes? Absolutisht. Faton Peci, përpara se me folë për vlerat identitare të LDK-s, duhet me na tregu për kontratat super korruptive që i ka në tavolin edhe prokuroria. Kështu që është mirë me i dalu kush ka të drejtë morale me folë për çka. Në këtë rast, du vetëm me thënë që LDK-ja po tregon që ka kurajo për me qenë unifikuse dhe me dalë për tej, do me thonë, interesave puro partijake për çështjen, për të adresuar një krizë politike. Po për ndryshe, ne i kemi thënë një jo të madhe vetëvendosis dhe qiftave të Faton Pecit që përdorin një gjuhë të tillë. Edhe kjo përgjigje besoj që është e qartë për ne. Për kontratat super korruptive në Ministrinë e Bujqësisë të enjtën nga ora 20:10 ju ftoj të ndiqni emisionin Debat Plus. Lere Mehmetaj. Të enjtën për ato. Po, me që ma kërkove një alternativ. E shkruve ti? Po, ba që fjë. E shkruve ti, sa kënë emision? Po, që shkur, që shishtë dash një akëthy letre. Po, LDK që në eltë me lago. Për shkak të... Lago e vjedh me prej gudzos. Lutë mos pa ndërprej. Që ta shë kuptu pëse vetëvendosja s'ka pas program gjatë zgjedhjeve, ja pas kam pa vjedh. A një për qatë. Për shkak të autonomisë që kjo qeveri ja dha Serbisë në marrëveshje dhe tradhtisë kombëtare në Bruksel. Për shkak të realizimit të planeve të Serbisë në dëmtimin e aleancave etike të Kosovës me partnerët ndërkombëtar. Për shkak të barazimit të Kosovës me Rusinë në sy të Bashkimit Evropian si dy shtetet e vetme në Evropë në sanksione. Për shkak të instalimit të Serbisë në Kosovë përmes kompanisë shtetërore serbe Elektrosever, duke lënë në dorë të armikut një pjesë të rëndësishme të infrastrukturës elektrike. Për shkak të varfrimit të qytetarit të Kosovës duke ja grabitur parat me tarifa e vjedhur me tender. Për shkak të shkatrimit të infrastrukturës ekzistuese, dëmtimit të rrjetit të rrugëve rajonale, objekteve shtetërore. Për shkak të abuzimit të parave dhe hajnis që së shparë qysh nga strukturat komuniste të Fadil Hoxhës. Për shkak të angazhimit për demokratizim të Serbisë e shkatrim të demokracisë në Kosovë, për shkak të qëndrimeve historikisht të gabuara qysh nga vitin 1998, kur kërkoje në mes të luftës të mos mbaj arma e kërkoje armë para pavarësisë. Për shkak të akuzave ndaj LDK-s duke filluar nga akuzat për Ibrahim Orgovën si kolaboracionist të Serbisë e duke përfunduar me akuzat për Isa Mostafën si argat i Serbisë. Për shkak të lidhur të dëshmimta dhe raporteve kriminale financiare me njerëz si Martin Berisha, Dejona Mihali, Nagib Krasniqi, Enver Sikiraçi e shumë të tjerë. Për shkak se tentove të deformosh historinë, të mashtrosh të tashme dhe të shkatrosh të ardhmen. LDK me mua ose ju në krye, kur nuk do të bashkëpunoj me DK si ju. Dhe vetmja herë që do të flasim bashk është kur do të ndërmjetësoj ekstradimin tuaj nga Norvegjia për në Kosovë, ku do gjykohesh për krimet si kryeministër. LDK e ka mbrojtur Kosovën nga Serbia, do ta mbroj edhe nga ju me ndërimet e larta për popullin Lere Mehmetaj, lider i përkohshëm i LDK-s së përjetshme. Edhe unë mendoj që krejt apetitet e votuesit LDK-s së qytetarit racional të Kosovës i kish plotësuar. Më kom për të shëpo. Se me nejt 2-3 ditë që është nejt, jo,